Në Kinema Republika në Shkodër u shfaq premiera e dokumentarit Zulia Miloti, aktoreja një mirë roleve për jetën dhe karrierën e një prej figurave emblematike të skenës shqiptare. Dokumentari me skenar të Klodiana Shpendit dhe regji të Arjan Quliqit u prit me entuziazëm nga publiku shkodran. Ju keni qenë edhe jeni përsëri frymëzimi jon. Jeni shpirti jon, jeni zemra jon. Ju falenderit shumë faleminderit për ju. Regjizori Quliqi dhe aktorët e mirënjohur vlerësuan kontributin e Zulia Milotit në skenën shqiptare. Të bësh dokumentar për Zulia Milotin, një aktore me përmasat të mëdha, është ner i madh për mua, por është edhe një detyrim dhe një përgjegjësi e madhe. Do thoshë përgjegjësi e madhe sepse ajo është për dhënë dimensionet e saj është jo e lehtë. Jo e lehtë, sepse unë i di mirë, çdo të thotë që të shpalosësh në një orë gjithë karrierën e 65 viteve të një aktore që e kam thënë edhe dikun tjetër që janë aktorë që vinë një herë në 100 vjet. Një jetë tonë kam punu me dhe, një jetë tonë. Është aktore e madhe humorit, kam pas fatin që kam pas partnere mi 35 vjetë, dhe pas partnere Zulia Milotin, është si një azmatik që ka bombën e oksigenit këtu, aja është i bombën. Edhe ka kënë shumë aktore e madhe, edhe i ka kushtu jetën. Kanë metë edhe me i fmi. Ja po marrë pjesë në këtë festival, ja po marrë pjesë në këtë. A kuptone, është sakrificë e madhe. Është kënaqësi që jemi sot në Shkodër, në një event tepër të rëndësishëm për një aktore të shkëlqyer që ka lënë vlera në artin shqiptar, për Zulia Milotin, shkodranën e famshme, artisten e skenës edhe të ekranit, që me artin e saj ka bërë me të vërtet të kënaqen gjitha spektatorët të shqiptar, të qeshin, të kënaqen, të dorëtorkasin për artin e saj të mrekullueshëm. Ajo padyshim është e pakrahasueshme dhe është kënaqësi që ne e kemi akoma dhe që të marrë pjesë në skenë edhe në ekranin shqiptar. Unë mendoj që kam frikë sa është pak një seri e duhet me kanë një dokumentar me shumë seri. Për me folë për Zylin, domethënë vetëm unë mundem me bëj seri. Imagjino se sa partner ka pas ajo në jetën e vet, sa artista, sa filma, sa aja thotë mi, skeqe, po unë mendoj që ka bërë ndoshta 2000. Sepse në çdo premier kam prit me bërë 10. Imagjino sa premiera estradit janë banë Shkodër të 40 sa vjetë, 50 asaj bjen. Domethënë, Zyli është një dhe nuk mund të bëhen, është mretnesha jonë, po asnjë diskotek. Në këtë mbrëmje merrin pjesë artistë të njohur, përfaqësues të institucioneve vendore dhe qytetar, të cilët nderuan kontributin jashtëzakonshëm të aktores Zulia Miloti, e cila ka dhuruar mbi 65 vite për kushtim dhe arti skenik dhe ekranit.